Mirë të nderuar spektator, me një duartrokitje të fuqishme, Deda Julian. Hajde. Çike këto Deda Julian ti apo si skandinav. Jul, një pyetje kam dhe e kam hapur dhe që ta dëgjojë publiku. Gjithmonë kam pyetur veten kur shkoja te berberi, gjithmonë pyesem veten po berberin kush e qef. Berberin kush e qet? Po, jam për kaq se kam të përgjigj pyetjes. Berberin e qeti shoku vet. Shumë bukur. Atëherë Julian Deda, ti je berberi Lagjës? E di. Po jo vetëm. Si po jo vetëm, çfarë do thonë? Imagjinoje. Berberi Lagjës po jo vetëm, edhe i Lagjës Matan. Je berber polivalent. Tiara na 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 tina ni na 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 ta na 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 ta na 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 na. Un jam Bobi ndërkombëtar i qethjes dhe i ruajtjes. Po s'kam krër more, si t'ja bëjmë more me këtë krërin more. Si s'kemi një krër mo. Visian, ti parasysh që ti je shumë i kujdesshëm me pamjen e jashtme, kaçorrelat e gjitha. Tia na 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 na. Ka mundsi? A ka mundsi prit se ka radh? M'fal, nuk mora vesh. 5 minuta sa të marroj se ka radh. Qa kemë? Një pyetje kishim vllai. S'po shoh njëri vllai pranaj. Po s'po shef plak se je këtu pranaj, s'shef. Ka radh, na le bra të bëjmë punën va. Jemi deri këtu myt punë va. Le mos ta fol dorë burr. Hajde. U liru radha. Çu! Fal. Lutem, një pyetje, për ça duhet ta bëje këtë skenën, se kuptova. E bëra për tregu që kam punë. Që ka edhe punë, edhe profesionist. Na 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 na. Shiko, ha urdhë. Jo synet, flokët tu. Po e bëj provë një e knej, pastaj i futem konkretisht, e kupton? Hasha. Tashi si doni? Dua të mi marrë seriozisht, sepse flokët i kam ha buk me flokët, e kupton? Ha buk me flokë? Jo në sensin që ha mpjat me flokë, po i kam për trend lëk, e kupton nga që jam rockist. Edhe faleminderit. Seriozisht mirë? Vetëm pak, vetëm maja, dhe? Mos gjaj si tas kosi, po qik më... Pak, ha? Ja, i sekundë se i marrën maja të shi. Rofsh. Pse s'keni pas qyrë këtu, më falë? Më qke? është metoda re, më burë. Hop! Nuk... Po fëri, nuk ka marrë me djekë qimet, më vla. Qa ka përqeshëm? Qa ka përqeshëm? Dëgjo. Dëgjo pak. Në qose do të kjarë për të qeth, rri. Në qose s'kjarë për të qeth, ik. Dakord? Flak, thjesht mos ta piq. Thjesht në qeth. Fal, jeni mirë? Jo, zesës... Mos më folë në dorë, plako. Tashi, qarë do këtu se se morë veç, qarë do këtu ti? Si ka marrë për të qetë, mërë së ti? Për të qetë? Po. Po s'kishte për tjetër këtu, të unë vjere? Më falë, më vla, ti ke? Mi bje se, i ke mirë, hash, fila. Vetëm, mi rregullot qike dhe mi boj pak me, ashu, me... Më rinë si me... Maroj, na, urdo, pas qyrën. Qa ke, mërë plok? O, mërë ploka! O, ma! O, pa! O, ma! O, mërë ploka! U qatë psikopati! Bukur, Qa ti bone flokëve për plak? Qa ti bone, vë? A më the seriozisht, mos seriozisht, se kaj s'ka. Pak majat.
O, qërë të piti! Eliona, ti janë ajo të kërkot pa O ma, mundërën. iku ky! Si në jetë. Na 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 na. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje zoti Berber, si je? Mirë, faleminderit, si jeni? Një pyetje kisha unë si fillim. Po. Berber je ti? Inxhinier. Berber jam, berber. Okej, se kam një pyetje pak delikate, me thënë të drejtën. Shumë, ta bësh. Ju kështu depilime bëni? Si s'bëjmë. Po, edhe kjo pyetja tjetër është prap pak delikate. Depilime në vende intime, do me thënë... Sidomos në vende intime. Hajde, vajza. Aha, i bën do me thënë. Si bëj. Urdo. Dashke, ju të e pervers. Ju së të vjen turp. Manjak. Pler. Turp së të vjen ma. S'ke turp, s'ke o zoti ma. A bëni depilime? Fjetë zotë, në u gjveshtu, a bëjmë depilime edhe hiku. Egi, për ty, çdo profesion është e njëjtë, nuk ka dallim. O plak, m'fal, ilacet të rafti para se më hyrë. Si u këthive? Si jeni mirë? U staje, u lodhe. Ka pak. Po të mban koha. Po, malësho pak dorën të. Ha? Malësho, po, falenderit. Sa i mirë që je. Vazhdo, qa problemi ka? Po më këti qa problemi ka më. Urdo, s'ka radhë, urdo. A keni ardhur për të qeth? Po pse mo gjanu mblodhë gjithë budalejt të ti, gjot. Për të qeth, a keni ardhur për të... Fol më qartë se s'kuptoj o vllai. O plak, drejto se nuk të kuptojmë, drejto. Kam gjashtën. Si gjasht? Gjashtën. O plak, jam berber më vllai. Po unë s'pyta që e më, thash më regulloj gjashtën. Edhe herë, o, shqiptar, jam ber. Unë jam egg. Gjashta. Po s'kam punë me gjasht, jam berber, më nuk jam... Po nuk më intereson fare, më du të rregullosh gjashtën. Po, më fal, edhe herë më vllajtem, jam berber, më çfarë problemi ka më burr? Po du të më rregullosh gjashtën më. Se të ma goja herë kështu më të na lutem. Po se kam problem me gjashtën pra! Edhe herë, nuk jam dento, sono berbo. Qa është berbo sono dento, më rregulloj gjashtën më. Nuk jam dentist më dhe, jam berber. O plak, vazhdo. Ec, nuk jam dentist. S'jam dentist. Ike. O, më falë, kam dhe varigjat më burë. Jo, mor burë, jo, më qa varigjat. I ra telefoni këti që... O, zoti Berber. Helove. Ndryshove? Nëndin? Për atë depilimin e kisha. Jo, more kam... Ej, po flasë seriozisht tani. E kese për kështë, urdo pra. Ullu kështu bile. Do, Po pse ka pervers më? Po pse ka shpler më? Pse jeni? Pse ka shpler më? Po ty t'ka ndonë lek me ta trapin tyje? Që shkjo më, vëlla? Subi, ytë bjerë Andreja, për ty ngellet gjithmoni vogël. Sa do që i gën koha? Punë të vështirë, mor, punë të vështirë. Nuk bëjmë depilime, nuk bëjmë! Urdhra? Ha? Qfar? Noqo.
Okej. Jo pyeta, a ka radhë apo jo? Jo, s'ka radhë, jam vetëm unë. Unë po pres që të vini ju. Hajde, hajde të kishen mami. Hajde. Po kam frikë, mami, kam frikë. Ç'është kjo frikë, more të kishen mami. Hajde, me avash. Çka do ashtu djalin? Hajde. Ulu. Hajde. Ulu. Mos ki frikë. Shpejt, mbaroj. Po ç'është kjo frikë, po frikë e madhe. Ul. Kishen mami tash si ka thënë babi. Ti ke frikë nga kërshërët, ta bëj me djegje. Po me se të duash. Po kam frikë. Ka një sik frikë, prandaj e ka një sik. Atëherë si do t'ja marrim? Çfarë ti marrim? Flokët. Torti, e që më Hajde, vona që tani. Ja, tani. Jo më çfarë pantallon, s'ka nevojë, nuk zhvishemi këtu, s'jam doktori. Po jo, një sekond, më bën që djalin sunet, more. Zhvishu të keqen mami, zhvishu. Urdhër mo. Djali 40 vjeç si zhvishet u lan nam. Po si mo të zhvishet të bëj prapë sunet. Jo synet unë, jo kanë dalë metoda tjera për të bërë synet. Një sekond tash, juve a jeni berber? Jam berber, por nuk bëj synet mi. Po si mos bën synet, pra ti gërshërët i ke, veglat i ke, gjërat i ke, tash merr. Jo, më pa ka ndrysh. Edhe njëherë me lek pa lek, berber Juli ka dinjitet. A mo tash mos na sorollasni kështu mos zotri. Nuk prek gjona me dorë. A mos zotri tani po bëj këtë gjë për nesër kemi ardhur që nga O ti dali e ke djalin se i ka marr, sot u kujtuat ju. Sot se tani ç'të bëni? Zakonisht bëhet kur nesër. A më doktor erdhëm që erdhëm tani. Mos se kemi bërë gjitha të rrugë, mua. A mund të kalojmë në ambientin tjetër lutem? Po, në banjo, profesor. Më prisi këtu, ha? Po, patjetër. Me kujdes keqen mami, me kujdes. Mami, po kam çik frikë. Ka ndonjë që do të asistoj? Doktor, jo me... Pa frikë, hajtë se s'është asnjë gjë. Qyqa. Qa ka, more? Fali, nga ishte djali më origin? Nga Erseka jemi ne. Nga Erseka! Çfarë ka? Dëgjoj. Çfarë ka? Urdhro. Domatet rritën Erseka, po vetëm ka snavica. Hajde. Dëgjoj, nuk e bëjmë dot. A mo doktor? Nuk e bëj dot se më lëviz objektivi. Hajde, do të keqen ma. Mirë, mami, Hajde. Mami, nëse të doni të bëni ju synet po. Mami, jo. E qa na ka gjë. Albano, ka ardhur momenti të fillosh një jetë të re. Dhe gjithçka fillon me pamjen e jashtme. Ka radha po të vi unë t'ullim. Hajde më shqyqyr që i erdhe mër. Po ku je mër Albano mër, si je mër? Ku je mër Bobi humorit, ku je Bobi humorit? Bobi gërshërës ku je. Hajde, po ku je mër ves? Si na knaq një atje mër, kur dil një atje mër, që i boni ato mër. Ku dalim? Atje mër në TV. Ku në këtë? Në TV mër, në TV. TV. Televizioni, a del televizioni ti? Po. Po që po punon të shi? Aty televizion. Tamam. Plak, që që erdi Robi Hajrë dhe burse, na që shmene më të në ardhe. Ma në burë qatë bëj, më bëj atë, unë lagjet e berberi lagjet, sa mon dhe ti se ku se diti. Si do këto flokët më? Se ke gjithë këto shkurën, si e do të rregull? Me thonë të vërtetën Jule, di si du ti ndryshoj komplet flokët, lajt, i bëj kështu shkurt në i model si nazist ose në i kështu, i bëj shkurt rafare. Për zotit, e grupi qunave gocave që kanë fillu rilale, më thonë së të shko më këj model flokë, që ashtu në gjasi Karagjoze, në gjasi kështu e... Karagjoze, po ti humorisht një që sharak je, qërë, kotë? Po mi më lale se, dëgjo, këtë s'kuptoj njerëz, da kuptoj vlajnë, është si ja Bartoleta që ju thonë juve shumë shpesh, për shembull mua, a priori më marrin për Karagjoz, me që punoj aktor humori, e kupton? Dhe në lokale në kështu më thonë që na bo çik me qesh, e kupton? Është si me thonë që me që je berber, e kupton vllai? Dëgjoj. Dhe njerëzit mendojnë se jam serioz, jam shumë serioz për kohën time. Dëgjoj mua, shiko tash. A më leja të mërmo. Po dalë po se... Vje kesh të shi. Unë kam dram këtu o burë. Unë ju them, jam serios, jam qunë si ju dhe jam normal. Ja serios e ti bo Karagjoz-liqe. Pse më Karagjoz-liqe, bora? Po ti puthe nuse në dasë, më thonë mu. Po shumë. Karagjoz-liqe më më me puth nuse në gjitë në dasë. Po nuse ta dhe ki puth sigur, aman. Që nuse time mu, jenë Tereziti. Nuse në kujtë. Digjono se që bëj një dasë ma ty u futëm, dasëm putha nuse nikëm. Jo, më kësë është Karagjoz-liqe, më. Po se bëra për Karagjoz-liqe. Jo, mor bur, jo, më të shnema, është normal, më normal, ndodhë normal. Dëgjo mu ata. Nese, këte se kisha një gjunë e plagut. Dëgjo këtë tjetër, dëgjo. Më marin kod për Karagjoz. S'ke faj. Po të betoj më marin kod për Karagjoz, nuk e kuptoj, dëgjo vlaj.
Dëgjo. Isha në takim me një gocë. Një Facebook shu, dhe më tha, dua të njoh të gjithin, tha. Si që je. Po. Dua të njoh, tha, si që je ti, tha. Dua të njoh të vërtetën, tha, pas një loj pengese, pas një loj filtri, pas një loj cipe nga jashta. Dua të jesh ti Albano 100%, tha. Dhe lam takimin në shtypshyrë, takojmë aty, i vajta, unë iku me vrap. Po pse? Debil. Ku t'i gjë unë? E shkojta pra Facebook, pse ike? Po qëra vjena shula kur ishtan me strugës. A doje pa filtra i thash mi, moj, Vash, po së dilet plagoj... Qa vash, po ta pa filtra donde mua? Se kisha një Si dilja me brek, do isha me gjithë roba qepsin me vete. Ke drejt, po s'm kishe shku menja, mor. Si s'm kishe shku menja, mor, bu. Si s'm ka shku menja, mor, që del lakuriq, mor. Si e fare Karagjoz. Të dukem Karagjoz unë? Jo, mor, plak, mor, Të betohem, nuk jam Karagjoz, mor. Dëgjo mua. Ishte njeri me lap 2 milion dhrami, shpeta dhe Do dal ti. Dit, ku duash ti? Në anë thënda, kur ishte dhramit. Më sa, na 2 milion dhrami, sa mi mbaq që kësa se më djek policia. Njëti marri dogja unë. Po, pse? Erdi, pse i dogja? Pse budallam unë, i thash? Edhe jera ma plak, pse i dogje? I dogja më, pse budallam unë. Edhe jera ma... Albano, edhe jera. A da dikush 10 milion dhrami? Po, 2 milion dhrami me dha. 2 milion dhrami? Pse i dogje, mor? Dogja në sekund. Po pse? Pse budallam unë. Po qëllin e kama, pse i dogje, Po mor? kaj, po jaj vjeti, pse budallam unë. Mos po bë mua për budalla, si shbënde dhe i atere tashi. Pse budallam unë. M'fal, do qethësh e ti? Pse më trajtoni si të sëmur më dha? Ja, në gjo. A do qethësh e ti? Jo. Okej, pse budalaja mund të qethë ty, apo da... Na i fute. Paqa. O plak, ka që ndanë, atë kokra grunit, apo jo merë?